Në një intervistë për mediat ndërkombëtare, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shprehu shqetësime për vonesën e Bashkimit Evropian në procesin integrues të vendit. Sipas saj, Kosova ka parafruar 100% të politikave të saj të jashtme dhe të sigurisë me Bashkimin Evropian dhe ka përparuar në reforma ekonomike dhe në studimin e ligjit, veçanërisht luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Osmani gjithashtu theksoi se Kosova nuk ka marrë pjesë në marrëveshje me vende si Rusia, Kina apo Irani, duke nënvizuar se procesi integrues i bazuar në merita i përmendur nga Bashkimi Evropian nuk reflektohet në praktik. Ajo shprehu shpresën që Gjermania të luajë rol vendimtar për avancimin e rrugës integruese të Kosovës. Duke komentuar mbi aplikimin e një statusi të vendit kandidat, presidentja Osmani tha se ai nuk është shqyrtuar ende dhe aktualisht ndodhet në zyrtare të BE-s. Ajo kërkoi gjithashtu që të vlerësohet kapitali njerëzor i Kosovës, duke përmendur popullsinë vitale, shumëgjuesin dhe konkurrueshmërinë e lartë në sektorin e IT-s si një nga më të mirat në Europën juglindore.